Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka thënë sot se nuk ka marrë ftesë nga Albin Kurti për një takim për të diskutuar një koalicion të mundshëm midis vetëvendosjes dhe PDK-s për qeverinë e re në Kosovë. Ai tha se janë në konsultime me partitë e tjera në opozitë nëse vetëvendosja nuk arrin ta formojë qeverinë e re. Këto deklarata Krasniqi i tha para regjistrimit si deputet. Nëse duhen votat e PDK-s, ai keni me ajo qeverisë për kryetar të vendit. Po pse me ja dhon votat e PDK-s? M'fal, se s'pe kuptoj pyetjen pse duhet na me ja votu kryetarin e kuvendit. Se kemi votu as të kaluamën, 2 herë kryetari është votu. Kryetari nuk është të lasha me po 600 vota. Këtu unë veç shpresoj që do të ketë respektim mas pari të vullnetit qytetar, të votës qytetare, të Kushtetutës Republikës Kosovës, ashtu që të martën partia e parë me propozu kryetarin e kuvendit. Kjo është me rëndësi me ndodhë. Momentin që ndodhë kjo, jam i bindur që asë një të lashe s'ka me u bo 61 vota, as për kryetarin, as për kryesisht. Zoti Krasniqi, jeni duke bisedu me partitë e tjera opozitare për një qeveri të mundshme? Si që kemi njoftu, ne kemi komunikim të vazhdueshëm me partitë opozitare dhe besoj shumë që duke i respektu rendin kushtetues, hapat kushtetues, në momentin që një gjë e tillë do të merë dhe validitetin legal, pas dështimit potencial, po i them, të partisë së parë me themelu qeverinë e re, ne shumë shpejt, besoj do të jemi të gatshëm me ofru qytetarëve dhe vendit një qeveri tjetër. Me nismen a keni bisedu me Limajin? Me krejt kam bisedu. Veç LDK-ja ka një kusht të qartë, 2 kushte të qarta. E para është që ata me pos kryeministrin edhe dyta është që më zgjedh presidenti. Aja japin kryeministrin LDK-s edhe dyta qysh mundi me zgjedh presidentin nëse nuk keni bashkëpunim me vetëvendosjen. Unë nuk mund me fol për parti tjera, po për sa i përket presidentit, o shumë herët me fol për presidentin. 11 muaj mandati kanë me presidentës aktuale. Sigur të mirëshim vesh shpejt për me themelu një qeveri të re, të hequr nga Bedri Hamza, ma merr mendja që në proces janë 10 muaj, 11 muaj, të cilat do të sillnin në situatë të re, për cilën do të diskutonim kur të vjen rradha. Nuk mundi me mendu që ka ndodhur në marsin e vitit të ardhshëm, kur ne mas pari ende se kemi konstruar kuvendin, se kemi themelu qeverinë edhe i kemi një por zgjedhje lokale në mes. Ka shumë hapa të cilët unë besoj e ndikojnë kontekstin politik derisa të vijë rradha. Ne si kemi 80 vota, ne kemi 24, këto 24 vota do të jenë pjesë një marrëveshje potenciale për qeverinë e ardhshme, të hequr nga PDK-ja dhe për sa i përket zgjedhjes presidentit, shohim kur të vijë rradha. Zoti Krasniqi, ta sqarojmë, a bëni kompromis për postin e kryeministit me LDK-n për shkak që është kushti vetëm? Edhe një herë me sqaru, sot u myt ato e sqaru. Është një radhë shumë normale e legitimitetit që në një rast që i pari dështon, atëherë i dyti e merr mandatin. Presidenta do duhej në rast të dështimit të zotit Kurti si i parin këto zgjedhje, me naftu neve për me mandatu një kandidat. Ne kemi mandatu në Bedri Hamzën dhe Bedri Hamza jam i bindën që është për te një figurë partijake politike, një figurë e pranueshme edhe për parti tjera, por edhe për qytetarën përgjithësi, pa dallim të votave që i kanë dhënë me datën në shkurt. Jam i bindën që kishim me arrit me i vendos interesat e vendit për te interesave dhe kërkesave puro partijake që mund të kenë partitë aktualisht. Nëse Kurti do të kërkojë një takim nga ju për të përfshirë për të bërë bashkë për një qeveri të re të vendit, a do ta pranorit? Është shumë hipotetike kjo pyetje dhe nuk kisha me dhënë një përgjigje hipotetike, sepse më merr mendja që është sigur me pyet për këtë punën e presidentit, çka nëse vitin tjetër nuk zgjedhet presidenti. Ju ende s'keni marrë ftesë, a keni marrë ftesë prej Kurtit për tu takuar? Vetëm sa thash, ne jemi aq transparent që në momentin e parë sikur të kishte ndodhur, ju do ta kishit ditë tashmë, sepse një gjë e tillë nuk bëhet në mënyrë jo publike. As nuk kemi ftesë, as ka takim, as nuk pres me ndodh diçka e tillë. Po, do shkojnë në rast që do të merrni ftesë? Nuk e di. Qysh me u përgjigj kur s'ekziston kjo punë. Ju po thuni, është pyetja për mua është e nesër me thonë çka ndodh nëse nuk zgjedhet presidenti vitin e ardhshëm. Falni, pyetjat hipotetike kërkojnë përgjigje hipotetike dhe përgjigjet hipotetike në politikë nuk janë zakonisht të preferueshme. Ju falenderoj shumë. Edhe pa normal që jam kryetari i partisë vendosi unë. Po s'po tregoj ty sot çka vendosi.